Ju keni kandidu edhe për kryetar të komunës së Suarekës nga lëvizja vetëvendosje. Ndonë se nuk arritët që të fitoni zgjedhjet, megjithatë ju patët një ngritje. Si e komentoni këtë? Ka qenë një ofertë sinqertë, do të thotë mas shputjes prej pjesës tjetër, ka qenë një ofertë sinqertë prej vetë kryeministrit Albin Kurti, po edhe prej strukturave degës këtu. Mendoj që nuk ka shtrit ajo që kemi pretenduar, mirë po ka qenë një periudhë e shkurtër, për një periudhë një mujore do të thotë ka qenë pamundur të vonë mrekulli. Megjithatë nuk e ndjej veten keq për vetvete, sepse në aspektin politik edhe zhvillimin politikës i kuptoj gjonat, por ndoshta ndjej veten keq për diçka tjetër që ata aktivistat, entuziastë nuk u mujt më tepër mi ngrit. Mirë, po megjithatë, mendoj që ka pas një ngritje, sepse nëse llogarit në përqindje diku në 35% ka pas ngritje partia, krahasim me vitet e kaluara. Dhe kjo ka qenë kogje sfidë, për mua sidomos sfidë, e them edhe me sinqeritet plot, sepse ta kesh përballë një koleg përballë që me vitet tona ki punu bashkë edhe pastaj të përballesh me to për gjona politike është pak e vështirë, unë e kuptoj këtë aspekt dhe do të më bëj sinqert. Mirë, por nuk jam pishman, mendoj që është faza fillestare, fillimi, vazhdojmë atutje.